Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që konsumojnë kafe çdo mëngjes duhet ta dinë këtë sekret. Një filxhan kafe në ditë është ilaçi, kështu thonë të vjetrit vite më parë, duke ngatruar kënaqësinë dhe relaksin që merrnin nga zakoni i pirjes së kafes. Por në fakt, aroma e kafes së freskët në mëngjes jo vetëm që të hap syt, por edhe të ndes shqisat e përgjumura. Megjithatë, roli i kafes në jetën tonë shkon përtej kësaj. Studimi më i fundit i cilit reflekton ky shkrim thotë se një filxhan kafe në ditë ju ndihmon të humbisni në peshë, por edhe të mbroheni nga probleme të ndryshme. Përpara se të vazhdoni të dëgjoni videon, duhet të dini që nuk ka asnjë formulë magjike për të rënë nga pesha pa ndërlidhur stilin e jetesës më parë në jetën tuaj. Me këtë, ekspertët thonë se të dhënat e studimeve për kafen në asnjë mënyrë nuk nënkuptojnë që ju mund të bini nga pesha duke pirë një filxhan kafe, por parasysh duhet të keni edhe faktin se duhet të harroni të bini nga pesha nëse hani ushqime të pasur me yndyrë dhe nuk bëni aktivitet fizik. Studimi është i pari që ka zbuluar se si kafeina mund të aktivizojë depozitat e yndyrës tek kafeja dhe konsiderohet edhe në element të mirë. Këto yndyra ju ndihmojnë të ndiqni më shumë kalori dhe të eliminoni yndyrat e bardha të dëmshme nga trupi. Në organizmin e njeriut gjenden dy lloje të depozitave dhjamore, të mirat me ngjyrë të kafenjtë dhe të këqijat me ngjyrë të bardhë. Yndyrat e kafenjta janë të mira sepse nxisin trupin të prodhojë më shumë energji për të djegur kaloritë. Yndyrat e bardha akumulohen kur trupi ha më shumë kalori se sa djeg. Aktivizimi i yndyrnave të kafenjta shkakton disa reaksione zinxhir. Ekspertët këshillojnë që pirjen e kafes mund ta keni si një zgjidhje gjithashtu për të përshpejtuar metabolizmin tuaj, por jo gjithmonë duhet të bazoheni vetëm tek kafeja. Në vitin 1991, Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH e klasifikoi kafen si të dëmshme për organizmin, ndërsa disa vite më pas ata thanë se nuk ka asnjë provë përfundimtare se konsumi i saj është i dëmshëm për trupin. Kafeja do të zvogëlojë disa lloje të problemeve, citojnë ekspertët. Sipas një studimi të publikuar në revistën mjekësore britanike BMJ, kafeja përmban më shumë se 1000 substanca, shumë prej të cilave kanë veti antiinflamatore dhe antisëmundje. Ajo redukton rrezikun e sëmundjeve të Alzheimerit. Kafeja mban sasi të madhe të kafeinës, e cila ndikon në funksionin e trurit. Njerëzit që vuajnë nga humbja e kujtesës duket se kanë nivele të ulta kafeine në gjakun e tyre dhe përpasojë ato mund të preken nga demenca gjatë kalimit të viteve. Zvogëlon rrezikun e prekjes nga Parkinsoni. Parkinsoni është një sëmundje kronike e sistemit nervor qendror e karakterizuar nga dridhjet e trupit. Studimet kanë treguar se kafeja, përveç se ka efekte neuroprotektive gjatë zhvillimit të sëmundjeve të Parkinsonit, gjithashtu ndihmon në simptomat fizike të kësaj sëmundje. Parandalon dëmtimin e ADN-s. Pirja e kafes mund të parandalojë dëmtimin e ADN-s dhe të ulë rrezikun për të prekur nga sëmundje të ndryshme. Mbron shëndetin e zemrës. Për shumë kohë është rekomanduar se personat që kanë ritme jo normale të zemrës duhet të shmangin kafeinën sepse rrit rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Por në një ullumtim të vitit 2018 tregoi se pirja e kafes mund të zvogëlojë frekuencën e fibrilacionit arterial deri në 13%. Duket se personat që pinë kafe kanë 19% më pak shanse të humbasin jetën nga sëmundjet kardiovaskulare dhe 30% më pak mundësi të humbasin jetën nga goditje në tru. Ekspertët cilësojnë kafen si një zgjidhje të mirë ushqyese, por pa e tepruar me përdorimin e saj. Nëse e konsumoni kafen më shumë se sa duhet, efektet e saj pozitive do të kthehen në të dëmshme për organizmin tuaj. Ndaj, nëse doni që të merrni vlerat e përfitimeve të saj, kafen nuk duhet ta konsumoni me tepri dhe mbi të gjitha nuk duhet ta konsumoni asesi me stomakun bosh. Kafeja në mëngjes për shumë kërd është një eliksir që ndihmon njerëzit që të zgjohen nga gjumi dhe të marrin të gjitha dozat e nevojshme të energjisë për të përballuar ditën. Por duket se kafeja e zezë shkon përtej kënaqësisë së shqisave, duke sjellë edhe përfitime shëndetësore. Kafeina në kafe është një stimulues i sistemit nervor qendror, duke përshpejtuar gjithçka në trup dhe në tru, sipas shoqatës amerikane të mjekësisë. Ajo rrit nivelin tuaj të energjisë dhe ul ndjenjën e lodhjes, citon Lisa Young, dietologe në New York. Por cilat janë përfitimet e vërteta të kafes?
Sipas USA Department of Agriculture, një filxhan kafe e përgatitur me ujë përmban 2 kalori, 0 gram yndyrë, 0,3 gram protein, 95 mg kafein, 116 mg kalium, 4 mg natrium. Kafeja e zezë nuk ka karbohidrate, kolesterol ose fibra, ajo përmban pak kalcium, magnez, fosfor dhe folat. Por cilat janë përfitimet e kafes së zezë? Kokrat e kafes kanë më shumë se 100 përbërës biologjikisht aktiv, duke përfshirë edhe antioksidantët e fuqishëm. Të gjithë këto ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, përmirësimin e ndjesmërisë ndaj insulinës, forcimin e metabolizmit, pengojnë thithjen e yndyrnave gazore dhe bllokojnë receptorët e përfshirë në ritmet jo normale të zemrës, sipas një studimi të prezantuar në American College of Cardiology. Shëndeti i zemrës gjithashtu do të përfitojë nga pirja e kafes. 2 deri në 3 filxhan kafe në ditë ndikojnë në jetëgjatësinë tuaj dhe një rrezik më të ulët të sëmundjeve në zemër dhe probleme të ritmit të këtij organi. Njerëzit që pinë 1,5 deri në 3,5 filxhan në ditë, pa shtuar sheqer, kanë në 16 deri në 21% më pak gjasa të humbasin jetën sesa njerëzit që nuk pinë kafe. Kafeja është një zgjidhje edhe për personat që duan të humbasin në peshë. Konsumi moderuar i kafes me kafein mund të vlejë edhe për strategjinë e menaxhimit të peshës, sepse kafeja ul oreksin dhe ndihmon në metabolizmin tuaj. Edhe shëndeti i trurit mund të marrë përfitime, sipas News Medical Today, nga pirja e kafes. Një studim i vitit 2021 zbuloi se personat që pinin deri në 6 filxhan kafe në ditë kishin një mundësi më të pakët për të pësuar goditje në tru, si pasojë e elementeve ushqyes që ajo përmban, citon Clinical Nutrition. Kafeja përmirëson edhe humorin. Në doza të ulta kafeja mund të ketë ndikime edhe në çështjen e depresionit. Kjo për shkak se kafeina stimulon dopaminën, një kimikal në tru që luan një rol motivues në kënaqësinë dhe në humoret tuaja më të mira. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë që kafen ta pini gjithmonë me moderi, në mënyrë që të evitoni kështu gabimet në përdorimin e saj. Tashmë për shumicën e njerëzve, kafeja në mëngjes është shndruar në një rutinë. Kjo ka bërë që studiuesit të merren me studimet në ndikimin e saj në organizmin njerëzor. Sipas studimeve ndonë se kafeja ka disa përparësi, prap nuk duhet të lihet anash efekti negativ që ajo shkakton në organizmin tuaj. Sido që tjetë, shumica e njerëzve nuk mund të fillojnë në ditën e tyre pa një filxhan të nxehtë të kafes së zezë në mëngjes, akoma pa ngrënë mëngjes. Nuk është të çudi që pas kafes, shumica e njerëzve shmangin të hanë ushqimet e tyre të para të përditshme herët në mëngjes, sepse kjo pije vepron edhe për të shtuar urinë. Studimet të shumta kanë treguar se kafeja duhet të pihet vetëm një orë pas zgjimit dhe madje kursesi në stomak të zbrazet. Kafeja duhet të shmanget të pihet menjëherë pas zgjimit, sepse atëherë niveli i kortizolit është shumë i lartë dhe është përgjegjës për kontrollin e orës biologjike. Një filxhan kafe në lugt të zbrazet mund të shkaktojë urth, fryrje dhe në disa raste edhe të vjedha. Përpiquni që në mëngjes që të hani të paktën një fat buk përpara se të pini kafe, dhe në qoftë se nuk mund të bëni këtë, atëherë të paktën kafen ta zbusni me qumësht, në mënyrë që të evitoni gjithashtu edhe dëmet që ajo shkakton në stomak të zbrazet. Shqiptarët janë të çmendur mbas kafes dhe konsumi i kafes në vendin tonë është rreth 2,5 kg për frymë në vit. Kur vjen puna te kafeja në botë ashtu si dhe në vendin tonë, identifikohen lehtë të 3 kategori të njerëzve: ata që nuk e imagjinojnë jetën pa kafe, ata që nuk e pinë kurrë kafen dhe ata që duan të heqin dorë prej saj, por nuk e marrin guximin. Cilido grup që i përkisni ekspertët thonë se mënyra se si kafeja ndikon në shëndetin tuaj është e ndryshëm në organizmin tuaj. Nëse keni dhimbje të shpeshta koke mbas pirjes së kafes, kjo është një shenjë se duhet të hiqni dorë prej saj. Kur e le kafen, koha mund të bëjë që të rëndohet edhe gjendja juaj psikologjike në kokë dhe shumë mund të dëshirojnë që të rrisin gjithashtu edhe marrjen e ilaçeve pa recetë. Kjo mund të ndikojë edhe nga pirja e kafes. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.